në shumë në pa, një nga defektet e sistemi tonë, balancën dhe kontrolin, parlamenti sot me këto shifra, pavarësisht emrave dhe portreteve të ndryshëm, nuk do t'jeti ndryshëm nga parlamenti 2019-2021, do t'kemi ekzekutivin i cili e mbyt parlamentin dhe kemi praktikisht një pushtet më pak. Tani më shkruan Lenc. Se para kësaj ka funksionuar parlamenti totalisht i pavarur nga ekzekutivi. Lenc më shkruan, thuaj zotërisë që po flet. Njeriu mund të ketë preferenca, thot. Por unë kam qenë antar komisioni dhe po ju garantoj se patronazhistët nuk mbashin, edhe policia ishte me ta as me Kalashnikov, po të kishim ata nuk mbashin për të futur durët. Thuaj ti zotërisë e ka për mua të hapun tani çfarë më shkruan, më thonë edhe mua. Patjetër. Që kanë fituar, kanë qenë në rregull gjithçka pa diskutim. Jo, dikush që më shkruan më komplementon xhaketën tënde me viza. Shumë mirë. Për kaq i duhesh Ramës. Ta shikoj xhaketën e Çimit se ta dëgjoj. Pas për kaq i duhesh Ramës, sigurisht. Patjetër. Po një personazh i bredh nga kati i parë deri nga katman për të mbledhur vota se Mashton Rama të bëhet deputet. Këta njerëz do i shkruajnë. Kush është ky person? Është një personazh. Kush është ky? Vazhdo mand. Kush është ky për Çimit se e ka thënë deri tjetër. Vazhdo mand. Po thuaj, thuaj edhe një. Po ata që njefti këtë gjë do shkruajnë Olenc. Po natyrisht dhe ata që njefti do shkruajnë. Po kjo është komisioner, ky jote ka qenë komisioner ky? Apo ka qenë spion? Po pse duhet të jenë këta më? Po se këta po shkruajnë. Është një vajzë si të një aty që më të. Vajzë që njeh modë i pëlqen më shumë xhaketa ime se sa sa. Patjetër. Bravo, shoqër. Pas ka 10 majta me shije. Se është e më fare më jeton jashtë. Po jeton jashtë, një fytyrë Lenc nuk ka mundësi. Jeton jashtë dhe majta e djathtë. Ka lidhje me politikë. Jo, mund të jetë atje ku militon, ku jeton. Mund të jetë edhe huaj mërçim se nuk e kupton çfarë thua. Po ty vetëm se që ne mund të shkruaj Lenc nga këto, po hajde vazhdo. Na lera hap. Çim. Vazhdo tash. Ato që flasin nga ato që merren në politikë. Vazhdo. Gjëja më e thjeshtë për të bërë. Më falë një sekond para. Pa minimumi. Po si mund të pranosh ti je avokat i ZQN-s në këtë tavolinë? Nuk e pranoj, ja këtë nuk e pranoj. Po çfarë pranoj? Po nuk e pranoj pra. Po ti thua ka fajin, ti thua ka fajin. Po Çim, edhe një herë dëgjon. Ore kur shikon vetëm pas sytë të ZQN-s, si mund ta pranosh ti? Ky rezultat. A mund të ta shohësh me të mos e pranoj këtë. A mund të ta shohësh me të? Nuk e pranoj këtë prototip. A nuk e pranon? Nuk e pranoj. Po e voton. Çim, edhe një herë. Sa po të thash, ky rezultat. Më mirë me një mandat se me ZQN krahur vorta që njëu del pak para. E bën parlamentin e 2025-s si ai kërpëratave të 2019-s. Pavarësisht portreteve. Të pyeta ditë kur dalëm nga emisioni. Kur del në rrugë Lenc, a ndjehesh rehat? Absolutisht rehat. Dhe tani atë që të thash atje po ta them këtu. Të sfidoj gjej një gjë. Jo që s'më ka dalë nga ato që të kam thënë, po një gjë që e kam thënë gabim. S'ke thënë asgjë gabim Lenc. Një po të them, po ti s'do ta pranosh pra këtë. Patjetër, ka fajin Berisha. E ka fajin Berisha për ZQN. Unë po ta ritet. Po pikërisht pra se me Berishën përballë e mund edhe me ZQN. Dhe kjo është uluricë. Patjetër. Dhe kjo është uluricë. Dhe me avokatër se ti pa diskutim. Vazhdo. Më pëlqen më shumë të jem prokuror se sa avokat Çim. Prokuror je në fakt. Pavarësisht se e kam zemrën shumë të butë. Prokuror je, me të drejtën, vazhdo. Mbas